Kjo ditë njihet në historinë botërore si dita e maleve, ku njerëzit, popull, kanë për detyrë që duke i quajtur malet, kështjellat ujrave dhe pyet muret dhe gurët e fort për mbrojtjen e tokës, kanë për detyrë në këtë ditë të mbrojnë me fanatizëm malet dhe pyet, si dhe kullotat që janë një qëllim i blerët mi male, po të mbrojnë dhe ujrat dhe gjelbrimin si sytë e ballit. Vetëm kështu mund të sigurosh një jetë të qetë, të pastër dhe sa më të gjatë. Kudo që jeni, anë banë për bota, u pretë nëna që u lindi, në gjirin e saj të ngrohtë, shqipët kudo që jeni, anë banë. Gjiri Vlorës rrethohet nga një kuror herë gjelbër dhe herë shkëmbore. Në sfondin e kaltër të qiellit shtrihen kodrat me ullim, kurse më tej vargmalet e afrokerauneve të lashtë ngjajnë si sa qenie mitike të stërmëdha, gjysmë të fjetura si ato të Olimpit pellazgjik. Joshja e misterit të tyre mund të mbajë mbërthyer pas vetes tërë jetën. Në këto qafa dhe shpate, gjerë në majë të Çikës, në 70 vitet e fundit është parë shpesh të ngjitej një njeri, pothuaj vit për vit, nga fëmijëria deri në moshë të thyer. Çdo herë me admirim dhe emocion si të ngjitej për herë të parë. Ishte pasioni i tij jetës. Ishte Halo Abila Bazaj, i lindur në fshatin Tërbaç të Vlorës. Për herë të fundit këtyre shpateve, ai u ngjit me 26 gusht të vitit 2008, vetëm 7 muaj para se të ndahej nga jeta, më datë 3 mars 2009. Kur ne e quam Halon në banesën e fundit, dhe fjala ime pati këtë mesazh, ra nga mali i Çikës, alpinisti i dritës. 26 gushti është dita e maleve, dhe për një gjeograf është ditë feste e veçantë. Aloja atë ditë ishte shumë i lumtur, që nga maja e Çikës u dërgoi mbi 50 mesazhe miqve dhe shokëve. Na ka idhuar shumë Halua që u largua para kohë nga radhët tona, por njeriu jetën e ka fizike e ka të shkurtër, por veprimtaria e tij ishte gjatë. Tërbaçi, shkëmbin dhe burimet e tij, pishat e qiellit sipër Çikës nuk do ta shohin më të ngjitet atyre anëve. Kanë humbur një nga miqtë e tyre të pandar, ashtu si familjarët dhe miqt kanë humbur njeriun e tyre të shtrenjtë. Ne si më të rinj kemi, që këshill na jep ti, çfarë detyrash kemi ne në respekt të emrit dhe të figurës Halos? Këto që bëni. Rafsh. Pa do të zhduket përfundimisht imazhi i sëqeshurës së tij, shkëlqimi i syve dhe jona e rajeve të zemrës së Halo Abazit, sa herë kthehej në vendlindje, ja që thonë vargjet që thuri për Halon miku i tij i familjes Skënder Allushi. Luma ta që ty t'u gjendën brenda në gjoks e në gjilë, shkoj në ditë e shkoj në net, të presin male e livadhe, Halo djali në një valle. Ai donte me çdo kusht të kishte shoqërinë e tij intelektuale, shoqërinë e tij të zgjedhur, megjithse respekton shumë të njerëzit e tjerë. Imazhi i tij mbetet udhëtar i përjetshëm i maleve të vendlindjes, apo alpinisti dritës, siç i pëlqen ta quaj poeti Albert Abazi. Halo Abazi ishte dhe do të mbetet një nga këta udhëtar malesh që për të e kishin emrin dashuri. Ai do të jetë gjithnjë brenda kësaj dashurie që përbën tabanin e kujtesës së njerëzve të atij vendi. Kjo është arsyeja pse i hyn punës për të bërë këtë dokumentar. Duam t'ju zbulojmë sekretin e mbijetesës së dashurisë së madhe të njeriut për tokën dhe atë veund. Vendlindja e tij është një lagje të Tërbaçit që e ka emrin Shëngjergj. Fshati Tërbaç ndodhet në faqen lindore të vargmalit të afrokerauneve, në qafën ku ndahen mali i Çikës me malin e Dukatit. Nuk ka kreshte pllaj, nuk ka gurishte shpellë, nuk ka burime maj që Halo Abazi nuk e ka shkelur me këmbë dhe që nuk e ka prekur me dorë. Shoku i tij i fëmirisë, Amdi Çanaj, thotë se ai ngjitej që fëmijë si sorkadh në pemë e në shkrepa pa u mbajtur. Qafa e Shëngjergjit ndodhet në veri perëndim të Tërbaçit dhe është një nga rrugët e lashta të lidhjes së tij me fshatrat e Brekut. Nga ana tjetër e qafës ndodhen fshatrat Palast dhe Dërmi. Poshtë qafës, lagja Shëngjergj me 3-4 shtëpi gjithsej
shtrihet në një lugin gjigande të thellë, mes 3 malesh mbi 1700 metra të lartë. Është gati një botë pallash e çuditërash që të bën të ndihesh sa i vogël, aq edhe i pavdekshëm. Alu andje i zoti tëri kësaj pasurie manice natyrore dhe gëzoi pa mas kur e ndante me bujari me bashkëmoshatarët. Ashtu si më pas kur u bë burr e me kulturë të gjerë që lumturoi tek e studionte këtë pasuri, skedonte të dhënat dhe i hidhte në libra studimor për ta ndarë me gjithë njerëzit. Këtë përkushtim që me thënë të drejtën në fushën që ajo shkronte nuk po e gjej as tek kolegët tanë këtu në universitet. Jemi duke hyrë në shtëpinë time. Në këtë shtëpi që sot është veç një rënoj i ka rënjët e jetës. Këtu janë muret e shtëpisë që ngriti i ati, Habil Nevruz Abazaj, me gur nga themelin qati. Këte rotull janë guva që i hapi për strehimin e baktisë dhe pusi i madh në ujë. Diku këte kishte stajuar një si teleferik me të cilin gjitej në pyll, mbi shkëmbin e pirgut për të nxjerrë lëndë druri. Ati janë muret me gur të mëdhenj. Sa s'të besohet se i ka luajtur dhe ngritur nga vendi një njeri i vetëm, i quajnë dhe sot ledhet e Abilit. Ky njeri i çuditshëm e shkroi në shkëmbin e ashpër historinë e tij dhe të pasardhësve të vet thjesht me forcë fizike dhe zotësinë e mendjes me vullnetin e pamposhtur dhe shpirt të pastër. Mbahet mend se Abil Novruzi kishte zbritur me shokë të tjerë në Vlorë më 1912 për të qenë i pranishëm në ngritjen e framurit dhe pastaj 1919 për përcjell siç e meritonte Ismail Xhamali, por u kthye përsëri në Vlorë në 1920 me çetën e fshatit për të hedhur italianët në det. Ishte në grupin e 5 vullnetarëve që shpatalluan garnizonin italian të Janufrës. Pastaj u plagosën luftimet në zonat e Drashovicës. Për këto merita, Habil Nevruz Abazaj u dekorua me medaljen për veprimtari patriotike në vitin 1965. 4 fëmijët e tij nuk i riti dot vetë e t'i shite të hecnin në udhën e jetës, se i la të vegjël, më të voglin 1 e më të madhin 7 vjeç. Por u la pas modelin e shkëlqyer të një babai, njeriu të nderuar dhe punëtori që ditë luftoi në jetën. Ndoshta ky fik që ka mbir vetë midis gurve, pikërisht mbi derën e shtëpisë së vjetër prej shkëmbi, është një shenjë që vjen nga te jeta e Habil Novruzit, si një mesazh mbijetese për pasardhësit. Halo ishte fëmia i tretë, ai ka lindur më 23 mars 1937. I ati e la shumë të vogël. Nënës së tij, shumë e re në moshë, Gjos, siç i thrisin, i ra bara të ri se vetë me fëmijët. Nuk ishin të vetmi që patën fëmijëri të vështirë në Tërbaç, por kujdeseshin shumë për njëri tjetrin dhe shumë shtëpi e ndihmuan me bujari. Vëllai i madh Ramani i ka lënë të shkruara kujtimet e tij për atë periudhë jashtëzakonisht të vështirë. Ai rrëfen me udhësi gjithçka që ka parë, ka përjetuar dhe i kanë rrëfyer që fëmijë, varfërinë e sofrës dhe zjarrin e vatrës që i mblidhte rrotull njëri tjetrit. Mbahen mend të gjitha, edhe lotët, edhe buzëqeshja, edhe përgëdhelia e nënës. Mbahen mend dhe u përcillen brezave kujtimet e mirësive, bujarisë dhe dorës së ngrohtë, edhe mundimet, punët e rënda, edhe nëna e tij ngarkuar me gur të mëdhenj për ndërtim dhe haku i djersës. Alua ishte shumë i vogël për t'i mbajtur mend vitet e rënda. Kështu e gjeti familjen e Alo Abazit lufta e dytë botërore. Ashtu siç kishte qenë tradit në Tërbaç dhe në fisin e Axhi Abazajve, asnjë ngjarje e rëndësishme e jetës nuk i gjente më njan. Megjithëse shtëpitë e tyre ishin më të largëta të fshatit në skajin më të thellë, rreth qafës së Shëngjërgjit, ku dikur kishin qenë 3 kisha. Në të gjitha regjimet Axhi Abazaj të Shëngjërgjit, si gjithë fshati kishin qenë kundërshtar të dhunës dhe padrejtësive, të grabitjes, të arrestimeve dhe burgosjes së bashkëfshatarëve. Në librin Tërbaçi në rrjedhat e historisë përmendet nëna e Abil Novruzit, nën Kalemja, si një nga gratë që u përlesh me xhandarët e zogut në shkurt të 25-s për të liruar djemt që u kishin arrestuar, sepse Tërbaçi nuk pranonte të dorëzonte armat. Xhixha kishte rënë një familje që nuk dinte ta ulte kokën, ashtu si dhe familja e saj origjinës, ku përmendet Sinan Mullahu, rapsod i njohur në Krajin, por edhe luftëtar pjesëmarrës në revolucionin e qershorit të 24-s. Xhixhoja u bë vatër e ngrohtë dhe nënë e dashur për luftëtarët e rinj gjatë luftës së dytë botërore. Ndihmoi sa mundi me veshje, me ushqime, me mjekime dhe me transport materialesh
Ajsa Estref Mustafaraj do ta quante më pas në një artikull nëna e partizanëve. Në shtëpinë e saj u streuan, u mbrojtën dhe u mjekuan shumë bija të popullit, por kujtohet veçanërisht Todo Manço, Jeta Kapo, partizani nga Fieri, Llazi Naka. Për ta nën Xhixhoja rinte e ruante tër natën jashtë shtëpisë që ata të flinin të qetë. Për ta gatuante bukë e thurte veshje. Gëzoje trishtohej me ta, ëndëronte botën e drejtë dhe të bukur për të cilën i flisnin. Besonte tek zjarri i tyre rinor dhe ishte gati të sakrifikonte çdo gjë. Ajo vajtoi për zonja Çuren dhe Petro Konomin, që i kishte mbajtur si bite vet me muaj të tërë gjatë operacionit të dimrit, e kishte ndarë me ta bukën e fëmijëve. Ishte grua e fortë, e guximshme dhe zemër madhe, por ja vlenin gjithë sakrificat dhe vuajtjet, liria kishte ardhur. Në netët e marsit, hëna mbi tërbaç është e magjishme. Janë shumë tërbaçiot që në këtë periudhë vinë qëllimisht për të parë hënën e madhe. Ajo të ri mbi kokë si një botë e mistershme aq pranë tokës, sa të duket se nga gëxhet e tërbaçit mund ta kapësh me dorë. Njeriu atje ndihet më pranë qiellit. Vet Halua i tregon, por kujtojnë edhe miqtë e tij, Hysni Berdaj dhe Hamdi Çanaj. Ata përmendin një nga vendet e fsheta të lojrave fëmijërore. Ishte një pllak guri e shtruar me kasht sipër shtëpisë së tij rreth shkëmbit të kuq, ku ngjiteshe me shkallë. Aty ftonte shokët të kalonin natën duke treguar historira e duke parë yjet. Kemi filluar shkollën bashk në vitin tetor 44 në lagjen Vozdol, në shtëpinë e Mustafa Hadërit, atje, me mësues Jorgoviton. Megjithse nuk arriti t'i dëgjonte vetë këshillat e Taatit, se ishte shumë i vogël, kur ai u nda nga jeta, Alos ju transmetua nga vllai më i madh dëshira e tij e jashtëzakonshme që fëmijët të bëheshin të ditur, shumë të ditur, dhe në shkollë të ishin ndër më të mirët. Hamdi Çanaj thot se ai ishte gjithnjë i përpikt në mësime, gjithnjë i përgatitur, gjithnjë në orar në oborin e saj, megjithse bënte 4 kilometra rrugë çdo ditë deri në Grykaj, ku ishte shkolla e fshatit. Viti 1953 e solli Alo në Tiranë në shkollën e mesme Politeknike 7 Nëntori, specialiteti gjeologji topografi. Hajdar Ekali tregon se shoqëria e tyre nisi pikërisht nga kjo e përbashkët, serioziteti për të arritur rezultatet sa më të larta dhe në mësimin e gjuhës së huaj. Shkollën e mbaroi me rezultate të larta, thot Hajdar Ekali. Megjithse fare të rinj, as 20 vjeç, ata punuan për 3 vjet, 1957 deri në 1960, kur bënin stazhin si teknik gjeolog para se të kërkonin të drejtën për të ndjekur studimet e larta. Halon, Hajdarin dhe Axhem Çapojin nga Ducati i caktuan të punonin në veri, në Mirdit, Lezhë dhe Puk. Aloja përsosi rusishte në këtë periudhë, duke u bërë edhe përkthyes i grupit. Është viti 1960. Tekniku të ri nga Tërbaçi i thanë se mund të shkonte për studimet e larta në Gjermaninë lindore, për degën e paleontologjisë. Do të studonte në këtë degë shumë interesante të shkencës dhe me perspektivë në një nga universitetet prestigjioz, si ai Leipzigut, që në atë kohë mbante emrin Karl Marx. Djaloshi i apasionuar pas të fshetave të nën tokës dhe së kaluarës sa deu të tij, ndoshta do t'i edukur sikur do t'i jepnin mundësinë për të studiuar paleontologjinë e historisë shqiptare. Në fakt, ati tër jetën nuk ju hoq bindja si duhet të gjendej diku një fakt apo një dëshmi që do të vërtetonte shkencërisht lidhjen iliro-pellazge të origjinës sonë. Por s'qe e thënë që ëndra të vazhdonte gjatë. Marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet e kampit socialist prishen dhe Alos nuk ju lejua të ndiqte më tej studimet në Gjermani. I kthyer si shumë të tjerë në atë dhe ju dha e drejta të ndiqte degën e histori gjeografisë në Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës. Për këtë periudhë të jetës së tij mund të flasin shumë vetë, dhe së pari Pollum Kapo, i cili ka qenë 4 vjet student me të. Pollum Kapo thot se ajo që i la mbres së parit e Aloja ishte dashuria për fshatin e tyre të origjinës, Tërbaçi, për të cilin studenti sapo kthyer nga Gjermania fliste me admirim dhe pasion të veçantë. Po ky shok i mirë na vjen si dëshmitar i ngjarjeve të reja e të bukura në jetën e Alo Abazit. Na bënte përshtypje se në pushimet e orëve vinte në klasën tonë dhe e thriste Halon një vajzë gjatë dhe e veshur mirë. Ata rinin fare lirshëm bashkë dhe bisedonin. Kur e pyeta Halon,
ai më tha se kjo vajzë quhej Liri dhe atë vit kishte filluar studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dega biokimi. Është nga Vlora, më tha, dhe familje dëshmori madje. Dajot e saj janë të njohur në Ukrainë, familja Daci nga Prodronati, tregon Pollumbi. Lishmëria e lidhjeve rinore ishte një dukuri e re e shoqërisë shqiptare të kohës, por që e kishin sjellë së pari studentët e kthyer nga studimet jashtë vendit. Haloja dhe Liria u lidhen në këtë atmosferë emancipuese të kohës, që jepte një mënyrë të re të kuptuarit të dashurisë nga rinia shqiptare e viteve 60. E vërteta është se çifti i ri do të përballonte shumë dallë të mëdha e jo të zakonshme në bashkëjetesën e tyre të gjatë mbi 45 vjeçare, gjatë së cilës vazhdimisht si kritere të pandryshueshme do të mbeteshin ato parime respekti dhe barazie intelektuale mbi të cilat e kishin nisur rrugën e përbashkët të jetës. Liria dhe Haloja u martuan që kur ishin ende student, në shkurt të vitit 1963, kur ata ishin në vitin e fundit të studimeve, u lindi vajza e parë. Gëzimi dhe lumturia e tyre e papërshkruar, së cilës ia vun emrin Suzan. Morën në shtëpi dhe dukej se gjithçka kishin ndëruar më në fund ishte bërë realitet. Ata ishin bërë familje, ishin bërë prindër, kishin mbaruar studimet dhe tani ardhmja e tyre ishte përpara dhe e sigurt. Në vitet 1965-1966, Alo Abazi emërtohet inspektor në Ministrinë e Kulturës, ku punon si gjithnjë me vullnetin e hekur, sedrën dhe ambicien për të qenë më i miri, seriozitetin dhe entuziazmin që e kishte karakterizuar në çdo hap të jetës. Tek ai, me kohë kishte lindur një pasion i ri, veç hulumtimit të arkivave dhe bibliotekave, fotografia. Kolegu i tij kësaj periudhe dhe miku i tij, Nexmedin Doko, tregon se sidomos gjatë shërbimeve me ekipe pune në Shqipëri, u vu në pa cilësitë e shkëlqyera njerëzore dhe intelektuale, metodat e përparuara të punës, dëshirën për të ndihmuar kudo që shkonte dhe mungesën e cmirës për sukseset e kolegëve. Këto cilësi njerëzore i bën kolegët Nexmedin Doko dhe Kleanthi Dede, Janaj Toka dhe Andon Lakuriqi, të mbeteshin miq të paharuar të Alos gjatë gjithë jetës. Pavarësisht kësaj, ai kishte mbetur gjithnjë me atë thjeshtësinë dhe modestinë e tij, aq të njohur nga të gjithë. Megjithse tashmë kishte përvetësuar dhe mbrojtur disa gjuhë të huaja dhe kishte nisur të mblidhte material për temat e artikujve, studimeve dhe monografive shkencore që do t'i realizonte dhe publikonte më vonë. Ishte viti 1966. Në 4 shkurt atij viti doli letra e hapur e Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë me një thirrje drejtuar gjithë intelektualëve të institucioneve në qytete që të shkonin në bazë. Është një nga djemtë e rrallë, por Haloj ka bërë vend vetes edhe në shkallë vendi, me punimet e tij, me dieninë e tij, me tërë atë eksperiencë të madhe që fitoi dhe jashtë edhe vetë. Të 5 miqtë e Ministrisë së Kulturës u shpërndanë në rrethe të ndryshme të vendit dhe lidhja e tyre e përditshme mbeti veç një kujtim i bukur. Alo Abazi zgjodhi të shkonte në Vlorë dhe nga variantet e mundshme ai zgjodhi Imarën, ku do të emërojë në drejtori i shkollës së mesme. Gjatë asaj periudhe, në ato pak raste që kam patur, njoha me gjithmonë një njeri shumë human, karakteristik kjo, për një mënyrë të veçantë do të thoshim për të besh nga unë jam njëkohësisht edhe nip, dhe mendoj që Halo është një personifikim i këtij humanizmi, i njeriu shumë të dashur, shumë miqësor, shumë të ëmbël. Këtë e bëri së pari sepse i pëlqente puna në arsim dhe së dyti sepse i pëlqente puna në teren. Aty ai mund të realizonte pasionin e tij për studimet e trashëgimisë natyrore, historike dhe kulturore të vendit. Liria, vajza e rritur në Tiranë, ndoqi pas dhe ata u vendosën në Imar. Liria tregon se ruan kujtimet më të bukura për atë periudhë, për vendin me bukuritë e tij të pakrahasueshme, për njerëzit që i deshën dhe i afruan që në fillim. Përveç fundit në atë drejtim të hidhur që mori jeta e Alos dhe e Liris, që nga Imara e mëtej për një kohë të gjatë pa ashtu të paharrueshme për nga pesha e vuajtjes, dhimbjes dhe zhgënjimit. Halo Abazi dhe Liria punuan si mësues në rrethin e Vlorës për më shumë se 2 dekada. Nga Tërbaçi në Tiranë, nga Tirana në Leipzig të Gjermanisë, nga Leipzigu në Tiranë dhe nga Tirana përsëri në Tërbaç e në përfshatra të tjera të Vlorës për gati 25 vjet me radhë.
Çfarë mund t'i bënte një studiuesi sa do të apasionuar një rokullisje e tillë e fatit në për peripeci e goditje të mëdha njëra pas tjetrës? Kishin ikur nga Tirana e bibliotekave e institucioneve dhe qendereve printarive shkencore kulturore, sepse ju përgjigjen thirrjes për t'i shërbyer atë dheut atje ku ai kishte më shumë nevojë për intelektual. A thua kishte nevojë vërtet vendi që një intelektual i nivelit të Alos, një studiues i apasionuar të shkonte mësues në fshatrat e thella? Me çfarë mund ta zvendësoj studiuesi bibliotekën dhe librat? Bisedat intelektuale, mbushjen shpirtërore që t'jep studimi, publikimi i punës tënde dhe të kolegëve, debati shkencor dhe vlerësimi sipas meritave në tërbaçin apo bratin e largët, ku ende nuk ishte vajtur as drita elektrike. Edukimin me dashuri për vendin dhe popullin e tij, Alos e kishte dhënë që kur lindi shëngjergji i tij prrallor, plot me legjenda dhe mrekulli natyre. Ja kishte dhënë lufta me natyrën dhe jetën e të apit Habil Novruzi Abazaj, dëshmia simbolike e triumfit të së cilës ishte ai vet. Gjatë viteve 70, Aloja është i pranishëm vazhdimisht me artikuj, studime, kumtesa dhe shkrime të tjera në shtypin pedagogjik dhe atë kulturor. Në revista shkencore të fushës profesionale është pjesëmarrës në konferenca të rrethit, sesione shkencore për mësimdhënien, gjeografin, turizmin dhe pasurinë kulturore, por edhe në shkallë kombëtare, se ishte bashkëpunëtor i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë si antar aktiv i grupit të punës për ngritjen e Muzeut të Pavarësisë në Vlorë. Punimet e tij vlerësohen, botohen, bëhen pjesë e kualifikimit shkencor metodik të çdo mësuesi. Në këtë kohë përkthem nga gjermanishtja jetën e biogjeografit dhe naturalistit Alexander Humboldt. Përveç detyrave në drejtim në 2 shkolla të mesme, atë e shohim edhe inspektor arsimit të zonës, edhe antar aktiv të jashtëm të kabinetit pedagogjik të rrethit, me studime në revistat Arsimi Popullor 1970, më pas tek Shkenca dhe Jeta 1982. Ashtu si do të shohim studimet e tij më pas te buletini shkencor i Universitetit të Vlorës në vitet 2000. Skedat me shënime nga tereni, fotot dhe videot nga zona të ndryshme të Labërisë, shënimet e përkthimet nga literatura në gjuhë të huaj që i zotronte shumë mirë, gjermanisht dhe rusisht, punimet e pafundme në dosje të panumërta përbëjnë tani një bibliotekë të tërë në shtëpinë e Alo Abazit. Kjo mënyrë studimi dhe vëmendja e pazakonte e specialistit ndaj dukurive gjeografike të terrenit, kërkimi vazhdueshëm i njohjes dhe thellimi deri në imtësira për informacionin e saktë, ishin metoda e tij e zakonshme e punës. Kujtimi i cili thot, në kujtimet e tij se si sistemimi dhe botimi i këtyre dorëshkrimeve mbetet tani amaneti i heshtur i Alo Abazit për trashëgimtarët dhe studiuesit e Vlorës. Por në vitet 70 shpesh këto dukeshin si çuditëra apo manira të këtij intelektuali të llojit të ri. Shumë pak vete kuptonin se Aloja ishte krejt i lirshëm në punën e tij, i bindur në të drejtën dhe detyrën e studiuesit për të gërmuar dhe kërkuar pafund në oqeanin e njohjes së natyrës dhe shoqërisë. Ndoshta kjo mënyrë të punuari dhe kjo sjellje pa komplekse, tipike e njerëzve me nivelin intelektual të Alos, ishte ajo që e ngjallte përveç kureshjes edhe frikë, edhe çmir e xhelozi tek mendjet e ngushta të mediokrit dhe fanatikët e politizuar të kohës dhe njerëzit pa karakter. Kur ishin e i marrë, goditja dhe dënimi i erdhën papritur, dhe për arsye që askush nuk mund t'i merrte kurrë me mend. Pikërisht nga pasioni i tij për kërkimin intelektual, për vlerat dhe bukuritë e vendlindjes së tij të adhuruar dhe në të mirë të shkencës shqiptare, ishte koha e paradokseve. Këto qëndrime të Alo Abazit, siç është papajtueshmëria me të metat, mburjet, shpifjet, si dhe objektiviteti dhe drejtësia në diskutime, aftësia profesionale dhe shkencore, nuk i pëlqenin dikujt që cajoi një akuzë të pavërtet dhe të poshtër, shkruan Ali Barami shumë vite më vonë. Dënimi i tij sot mund shpjegohet edhe si keqkuptim ignorantësh përballë shkencëtarit dhe studiuesit, por nuk ishte vetëm thjesht kaq. Më në fund, keqkuptimi u sqarua, por Aloja dhe liria ndërkohë kishin kaluar disa muaj ferri. I vetmi ngushëllim dhe mbështetje në këtë periudhë të rëndë që kthimi në tërbaç. Vendlindja edhe njëherë nuk e kishte braktisur, pati besim tek biri i saj, e afroi dhe e mbrojti derisa u sqarua çështja. Në asnjë çast gjatë këtyre shënimeve nuk kemi dashur ta nxjerrim Alo Abazin si qenie të mbinatyrshme apo njeri të shenjtë. Përkundrazi,
duam vetëm të themi të vërtetën. Mësuesit Halo dhe Liria Bazi punuan edhe për shumë vite në fshatrat e rrethit të Vlorës. Nga 7 marsi 67-s, kur i larguan nga Imara për në Tërbaç, e deri në fund të viteve 80, kur u rikthyen përsëri në Tiranë, që nga kishin ikur në 1966. Ndërkohë familja tyre rritej. Suzana kishte lindur në 64 në Tiranë, Ela lindi më 1970, Endri më 1972 dhe Alpini më 1976. Po cilat ishin të reja që solli Alo Abazi në organizimin e punës mësimore të shkollave të rrethit të Vlorës? Ja se çfarë kujton kolegu i tij mësues Ali Barjami, pasi ka renditur cilësitë intelektuale të mikut të tij të vjetër. Edhe në Imar bie në sy dinamizmi, ritmi i lartë, kërkesa në punë, thjeshtësia, çiltërsia, komunikimi dhe dashamirësia. Emri i tij përmendet me respekt në të gjitha shtëpitë himariote e më gjerë. Kurse për kohën kur ishin rikthyer në vend pa drejtësitë e bëra disa muaj më parë në Imar dhe kur Haloja punonte si drejtori i shkollës së mesme të Brataj, ai shkruan: "Në ato vite të drejtoje një shkollë të mesme në një fshat Azon pa tradita të tilla ishte shumë e vështirë." Duke filluar nga përmirësimi i mjediseve dhe bazave mësimore didaktike dhe deri tek zgjedhja dhe kualifikimi i kuadrit, por Haloja ja doli në krye fal njohjes së njerëzve të zonës dhe drejtuesve të rrethit dhe pasionit këmbgulës, punës së palodhur dhe maturisë e drejtësisë me të gjithë. Njinte shumë mirë shkallën e zhvillimit të zonës, aktivitetin e saj, mentalitetin e njerëzve dhe kufizimet, por kishte kurdoherë përpara syve virtytet e tyre, si besnikërin, mbajtjen e fjalës, mirëpritjen, burërinë dhe dashurinë për shkollën dhe dijen, thot kolegu i tij nderuar Ali Barjami. Halo ishte një shkencëtar, si mund të them. Ai ishte një geograf, ai ishte një arkeolog, ai ishte një historian, ai ishte edhe një mësues i devotshëm. Njohës i disa fushave. Ishte me shumë pasion të madh. Ai ishte vetë shembull me nivelin e lartë të përgatitjes profesionale dhe kulturën e përgjithshme, aftësi që e bënte të njohur në të gjitha mjediset pedagogjike të rrethit të Vlorës. Ishte një studiues, drejtues dhe intelektual i vërtet që dinte çfarë kërkonte dhe çfarë bënte. Gjithnjë me këmbë në tokë, shkruan më tej Ali Barjami. Aloja e ktheu në traditë mbledhjen e pasurive të trashëguara gojore, si gojdhana, fjalë të urta, par njëri tjetrin. Me Halon kemi ndarë të mirat dhe të këqijat, bashk. Kemi hyrë dhe dalë në shtëpit e njëri tjetrit familjarisht. E shikoja gjithmonë të përkushtuar mbi letra, mbi gazeta, mbi libra. Atë shtëpinë e tij në Novosel i kishte një laborator krijues të paparë. Do të them që Alo Abazi ishte nga ta intelektual të Tërbaçit që i dhanë emër fshatit tonë në rang kombëtar. I jeni ju në Tërbaçiot jeni, u halën ishte kapuan bashkuar. Ai bëhet shpirti i bashkimit, pikë kontakti, nismëtari veprimtarive të këtyre shoqatave, gazetar dhe redaktor i gazetave të tyre. Pas vitit 2001, nis të botoj përsëri libra me studime, si dhe artikuj e shkrime të ndryshme shkencore nga arkivi i tij jashtëzakonisht i pasur. Përmendim këtu librin Vlora turistike 2002, atës Shqipëri-Gjermani, që nga viti 91. Komunikimi i tij, zhbirimi që i bënte ai elementëve të kulturës, të historisë dhe gjeografisë, ishte një mjeshtri i lartë që kishte fituar nga shkolla gjermane. Në këtë rast, është i vetmi rast në Shqipëri, mendoj unë, dhe në Labri, që shkolla gjermane me sofrën bujare të Tërbaçe bashkohet për të dhënë një intelektual të një tipi tjetër. Ai u vu në lidhje me ardhmen. Alo Abazi ka qenë një personalitet në Labri. Një personalitet që i ka folë Labrisë dhe Shqipërisë me punën e tij. Jo, nuk ishte Alo Abazi vetëm gjeograf i talentuar. Ishte një historian i kompletuar. Ishte një etnolog i përsosur, që njinte traditat, zakonet e Labrisë dhe dinte se ç'kishin thënë autorët antik dhe çfarë kishin thënë autorët shqiptarë dhe çfarë kishin thënë më të mençurit pleq të Labrisë për këtë vatër të madhe të kulturës sonë kombëtare.
Studimin e tokës dhe nën tokës në librat e tij nuk mund t'i ndash nga njeriu dhe historia, shkruan dhe i Plushaj. Dhe kjo është një nga veçoritë e pangatrueshme të mënyrës se si punonte ky studiues. Për çdo mal, kala, lum, fshat apo krain ka një histori. Alo Abasi nuk heq dorë nga vargjet folklorike Ali Bariami. Shpella e Hitos, si shpellë me hapësirë brenda, dhe shpellë e Grabies që është në horizonte më lart, mund të jenë vendbanime të lashta të njerëzve të parë, në rast se do të bëhen kërkime arkeologjike, me siguri këtu do dalin tregues. Ai kishte një prodhim prindëror që kishte vlejtur. Fëmijët në Gjermani mbaruan shkollat. Vajza e parë Zana ka mbaruar në institutin Goethe për gjuhë gjermane. Pastaj studioi në degën gastrologjike e specializuar për llojet e verërave. Ajo ka një vajzë shumë të bukur me emrin Valeria. Vajza e dytë, Ela, ka mbaruar Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, dega e skulpturës monumentale dhe është specializuar 3 vjet në Marseille të Francës. Tani punon me Muzeun e Arteve në qytetin e Neuchâtelit, në Zvicër. Në vitin 2003, Ela Blattensberg Abazi drejton një grup specialistësh për artimin e katalog i artit bashkëkohor, i cili u ekspozua në Muzeun e Artit dhe Historisë së qytetit të Neuchâtelit. Vajza e tretë, Endri, ka mbaruar Akademinë e Arteve të Bukura Dega Flaut. Ka kryer specializimin e quajtur të virtuozitetit dhe tani është pedagoge në konservatorin e Neuchâtelit. Është e njohur si flautiste në Zvicër dhe jashtë saj, shpesh e vlerësuar me çmime nga juri prestigjioze. Djali i Halos të Liris, Alpini, ka mbaruar për informatik në Munich dhe punon si specialist për panelet diellore. Haloja dhe Liria i presin pothuajse çdo vit fëmijët që kthehen në Shqipëri bashkë me shokët e tyre të jetës. Por lumturinë më të madhe u japin 2 mbesat dhe nipi i vogël, Vadim Jonjani, Valeria Klara dhe Zhada Bukuroshe. Nuk është e lehtë të përballesh me konkurrencën dhe të dish të integrohesh me dinjitet në botën e sotme, as brenda vendit, jo më në vendet e tjera. Fëmijët e Alo dhe Liria Bazit ja kanë dalë dhe janë ndjerë krenar për prindrit e tyre, kur i kanë prezantuar në mjediset të huaja dhe vendet të tjera ku ata kanë ndërtuar jetët e tyre. Atje ata kanë tashmë shumë të njohur dhe miq të familjes, kanë fëmijët dhe shokët e tyre të jetës, kanë gjysmën e vetes. Gjysmën tjetër e kanë lënë pas në dheun Am dhe në të Baçin e Largët. Por pyetja është se si ja kanë arritur të kenë fëmijë kaq të suksesshëm. Po lexojmë vetëm një fragment letre që Aloja u dërgonte fëmijëve, bashkë me tekstin fantastik të një këngë popullore shkruar nga i Marioti Kristo Qipa. Zana, kujto edhe krojnë e zanave në ulqin mal. Nuk patëm fatin të flinim një natë atje natë krua të shenjtë. Ta lë detyrë që të gjithë bashkë me fëmijët Vadimin, Valerën dhe Zhadën të shkoni një behar të pushoni në ulqin. Kur të veni atje një verë, Zana, Ela, Endri dhe Alpini bëni një lutje të krojzanave që ta doni vazhdimisht njëri tjetrin dhe të mos mbani kur mëri. Shpesh në Tërbaç hynesha e qikës quhet Zanë, quhet edhe Tan e Qyran. Vitin e kaluar më 25 i shtatit 2007 unë gjita te hynesha e qikës. Do të donim ta mbyllnim këtë dokumentar me këto fjalë kaq të bukura të Alos. Është një mbyllje fantastike sepse ato çuditërisht kanë brenda gjithë mesazhet e mundshme që mund të japin fjalët e dikujt. Janë më shumë se amanete. Janë mesazhe dashurie për fëmijët por edhe për fshatin, edhe për pasuritë e kulturës kombëtare dhe për gjuhën shqipe dhe sidomos për pasionin e tij të madh, të ngjitej me maj të maleve, të merrte ajër me gjithë gjoksin dhe të pinte ujë të virgjër bore. Se valdonte ai shumë të ngjitej në çdo maj mali? Se s'pushoi së ngjituri deri në fund të jetës? Ç'kërkonte atje? Emocionin dhe mbushjen shpirtërore, natyrisht parën. Atë që ulëcirat nuk ja dhanë dhe s'mund t'ja jepnin dot kurrë. Në majën më të lartë të maleve të Lugarës. Mbrapa kemi majën e Qiromongës, këtu kemi majën e Stogoj. Këto maja qëndrojnë si kuror mbi Tërbaçin, mbi Bratin dhe mbi Dukatin. Ndoshta ngjitja hiqte ndjesinë e kotësisë që pushton çdo qenie të vdekshme sa herë kthen kokën pas
dhe i bën vetes pyetjen. Ja luftova dhe nuk u ktheva. Ja punova dhe nuk kërkova lavdi e poste. Ja i mora xhanën, edhe lavdin, edhe postet, edhe pasurin. E që pastaj? Çfarë priste të gjente tjetër? Sy hyri në sy as njerë lavdia, as postet, as titujt, as pasuria. Cili që sekreti që kishte zbuluar? Ç'lloj bukurie të paarritshme prej kujdo gjente në kufi me qelin. Bekimin e kujt merrte kur ngjitej atje në maj, tek froni kuri hynesha e çikës. Shqiptar kudo që jeni, anë mbanë në për botë, u pretë nëna që u lindi, në gjirin e saj të ngrohtë, shqiptar